Nëse një ditë, jo, ose më mirë, ditën, se ka për të ndodhur, ditën që do marrim votën e shumicës për të qeverisur vendin, edhe unë kam diçka për të shëmbur. Kam diçka për të shëmbur. Dua të shëmb fytyrën e korrupsionit, që Edi Rama ka ndërtuar në mes të Tiranës. Ajo është fytyra e korrupsionit. Çdo herë që do ta shikoni, mendoni mirë, ajo është fytyra e vjedhjes, fytyra e korrupsionit. Ajo fytyra e shëmtuar ka vendosur veten e vet në mes të Tiranës, si një diktator, një autokrat banal, siç është. Nuk ka koncesion pa firmën e tij. Nuk ka tender të dyshimt pa miratimin e tij. Nuk ka oligark që nuk është ortak me të. Nuk ka drejtësi nëse nuk del ai para drejtësisë.